gjashtishi i Kosovës dhe është ende në vëmendjen e gjithë botës. Kjo njohje, pra kjo përmbyllje me sukses e një epizodi të diplomacisë kosovare nga presidenti Osmani, hap perspektivën për vazhdim të njohjeve nga shtetet që janë pranë pjesë botës, lindjet mesme, mes dhe ulindor, edhe për te, po ashtu edhe ato që përmendi ambasadori Ahmeti. Unë para se të angazhohem në qeverin Kurti 2, kam qenë për shumë vite angazhuar në një organizatë qeveritare me akronimin INSED, Instituti për Sigurinë, Integrim dhe Deradikalizim, përmes cilit kemi punuar, si të tregon edhe emri i organizatës, që të adresojmë probleme përkatës dhe kjo na ka qit në kontakt me pjesëtarë të popullit tonë, të cilët kanë marrë pjesë në kryengritjen e popullit sirian. Dhe përmes këtyre kontakteve mandej kemi mujtë që edhe me bisedu tani me pushtetin e ri. Unë fillova të interesohem në muajin dhjetor, kur u pa se po vinte regjimi i Asadit. Dhjetorin e vitit kaluar po i bie kjo, po? Dhjetori i vitit 2024. 2024. Në drejtim të kujt e shkruajtët letrën, zoti Vokri? Nuk mund të më përmend këtu edhe një emër, sepse besoj që ja kemi të bërë të gjithë. Është një zotëri amerikan, po me prerje nga shqiptarët e Sirisë. Emrin e ka Omer El Adli dhe është e konfirmuar që është pasardhësi familjes princerore Dugaxhini. Antarët e asaj familje kanë qenë pjesë e pushtetit para Asadit, para regjimit të Partisë Baath. Dhe familjarët e Omarit natyrshëm andej kanë qenë dhe pjesë e opozitës siriane, e cila triumfoi pas revolucionit. Kështu që në bashkëpunim me të dhe me kontakte tjera që i përmenda, pra dhe me luftarë shqiptarë që tani janë në pushtet atje, e diskutuam pak edhe nga distanca dhe unë vendosa që ta dërgoj një letër formale, por pa bërë buj dhe pa u thirrë ashtu në kompetencat të Ministrisë Punëve të Jashtme, vetëm që si qeveritar t'ju tregoj se do ta mirëprisnim njohjen e Republikës së Kosovës nga shteti sirian. Kjo ka ndodhur në janar të vitit 2025, këtij viti, dhe është diskutuar nga pushteti i ri atje. Ata kanë treguar se janë të interesuar ta bëjnë një gjë të tillë, pra ta njohin Republikën e Kosovës, por do të preferonin që kontaktet të jenë edhe të një niveli pakës më të lartë, pra qoftë në nivel të kryeministrit apo Ministrisë së Punëve të Jashtme ose edhe të presidencës. Dhe më pastaj ka pasuar ky komunikim apo? Po ndërkohë kur u bë i njohur, pra jo me dëshirën time, se ka pas komunikim, nëse kujtohet ka pas edhe jo vetëm tallje, por edhe akuza kundrejt meje, pse e kam iniciuar pra një proces të tillë të komunikimit, dhe u desh që të mos ngutem. Kjo ka qenë vetëm një arsye, ta kemi parasysh që lindja e mesme është një